finalistët dhe një pjesë e mirë e banorëve të Big Brother VIP Kosova 4 rikthehen sërish aty ku nisi gjithçka, në shtëpinë që për muaj me radhë ishte epiqendra e emocioneve, debateve dhe historive të forta personale. Këtë javë, publiku do të ketë mundësinë të ndjekë 2 episode speciale të Post Big Brother, që do të transmetohen të hënën dhe të premten në mbrëmje, në orën 21:00. Këto episode pritet të shërbejnë si një mbyllje e plotë e sezonit, duke hedhur dritë mbi ngjarjet dhe situatat që mbetën pezull gjatë lojës. Banorët do të përballen sërish me njëri tjetrin për të sqaruar debatet, keqkuptimet dhe raportet që u krijuan brenda mureve të shtëpisë së famshme. Nga promoja paralajmëruese, vëmendjen e publikut e ka marrë menjëherë raporti i shumë përfolur mes Klodit dhe Elionës. Pas javësh me aludime dhe dyshime gjatë qëndrimit në shtëpi, Klodi dëgjohet të pranojë hapur ndjenjat e tij, duke deklaruar se Eliona i ka pëlqyer. Ky moment shoqërohet me reagimin e Elionës, e cila me humor shprehet se ndihet e çliruar tani që e vërteta u tha publikisht. Përveç kësaj dinamike, një tjetër moment që pritet me interes është edhe rrëfimi i Klodit për jetën e tij personale jashtë shtëpisë. Ai pritet të flasë hapur për raportin me të dashurën e tij, Alice, e cila pavarësisht gjithë situatave të krijuara gjatë lojës, udhëtoi drejt Prishtinës për ta pritur në natën e finales së madhe. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.